Miq të Piskut, ju përshëndesim. Ndodhemi në ditën e 17 të protestës dhe energjia nuk ka nevojë të komentohet, është e paparë. Çdo që ka provuar, qoftë edhe një orë që ka qenë në këtë protestë, ka marrë energjinë më të mirë që mund të ketë marrë në jetën e tij. Kam qarkulluar në këtë ditë, kam lëvizur përgjatë turmës kësaj revolte qytetare popullore dhe kam takuar një djalë të mrekullueshëm që ka qëndruar pothuajse në shumë ditë në këtë protestë dhe më tha që kanë një mesazh shumë të rëndësishëm për bashkëdhetarët shqiptar, por edhe ata që janë në diasporë për shkak se djali jeton në Angli, në Londër. Jemi edhe një herë lutem? Po, quhem Albano Gjona, jam 36 vjeç, jetoj në Londër dhe lash Shqipërinë në vitin 2017, pasi bëra disa përpjekje të dëshpëruara që ta shohim edhe protestën, patjetër. Pasi bëra disa përpjekje të dëshpëruara edhe pse mbarova fakultetin e lartë për ekonomi dhe agrobiznes, nuk më dha mundësia për të dhënë kontributin tim në vend. Vi nga një familje akademikësh, babai arkitekt, mamaja dentiste, një nga motrat dentiste, një nga motrat të tjera ekonomiste. Pra të gjithë jemi akademikë, të arsimuar, përgatitur dhe për të dalë mbanë, për të dhënë. Për të dhënë kontributin tonë në sa të mundemi që Shqipëria të integrohet në Bashkimin Evropian, bëhet ajo Shqipëria që të gjitha ndërrojnë. Për fat keq, kjo qeveri aktuale, por jo vetëm, i gjithë sistemi i kapur nuk na e dha mundësinë, na detyroi të lejmë këtë vend dhe për këtë arsye lash vendin. Erdha këtë verë me mendimin që po i kaloj 2 javë pushime me familjen pas shumë vitesh. Për pushime, nuk është se ti kishe informacion për protestën. Erdha për pushime, biletat nga data 2 deri në datën 13, për të shpenzuar një periudhë të pushimeve në Vlorë, një periudhë në lumin e Shalës. Por kur erdha bër plane domethënë me zi prizi ju që jeni në diasporë që punoni luftoni atje, kur vini pak ditu doni që të kënaqeni dhe ta shfrytëzoni kohën me njerëzit të afërmit tuaj që i keni lënë për shkak se keni ikur atje. Punojmë gjithë vitin për të ju këtë mundësi, sepse po të kishim qëndruar këtu në bërë pushimet përsëri. Jo të gjitha pushimet fakt ndërpreva disa, sepse kjo atmosferë më dha të kuptoj që këtu ka shpresë, më në fund gjithë shqiptarët, jo vetëm rinia, por edhe moshat e dyta dhe treta të vendit e kuptuan që ka vetëm mashtrim këtu, vetëm për të marrë disa vota, sepse qeveria kaq don sa të ngrihet në pushtet dhe pastaj vendos për të ardhmen e vendit. Jo sepse Shqipëria, po njëra formulë që bëjnë vazhdimisht çdo 4 vite ose çdo 2 vite, qoftë për qendrore që për lokale. Jo sepse aty më qëndron pak tek pjesa e asaj për çfarë arsye për ti pjesës formimit, sa e formuar shkollimin dhe çka prisje ti që të jepi, domethënë që të krijosh hapësirë për të dhënë këtë vend. Çfarë ishte dhimbja e madhe? Çfarë të shtyllë ti të largohesh, ndesh njerëzit tuaj dhe tokën shqiptare dhe ikësh në Londër, në Britaninë e Madhe? Siç e thash pak më parë, duke ardhur nga një familje akademike, është kualifikuar dhe gati për të kontribuar në këtë vend, nuk e shifja veten si inferior, por e shifja veten që unë kam mundësi të rregoj veten edhe të punoj në këtë vend, edhe të kontribuoj sa më tepër që vendi të ecë përpara, por fakti që këtu ecet vetëm me nepotizma, pra nëse je pjesë e një politike, nëse një kushëri jote është pjesë e politikës, e një organizate të posaçme, vetëm në atë mënyrë mund të ecësh përpara, nuk ka shumë rëndësi sa i zoti, nuk ka rëndësi ai kualifikuar. Nëse i bashkohesh Edi Ramës, nëse i bashkohesh Sali Berishës, nëse i bashkohesh Ilir Metës, e kujdo, vetëm në atë mënyrë mund të shtesësh. Dhe kjo ishte diçka që i thash vetes mjaft, nuk mund të më duroj dot më, të shkoj çaj përpara dhe të ndërtoj jetën time diku tjetër. Kjo ishte arsyeja. Tani atje si është jeta atje? Jam shumë interesuar të di domethënë. A qëndrohet atje, çfarë janë ato pjesa negative ose ajo që ty të bën që ti të mos qëndrosh atje të ferë? Çfarë të mungon atje që e ke në Shqipëri? Buri i rënd peshon në vend vet. Nuk ka gjë më të mirë se të jesh pesh në Shqipëri 100%. Nuk mund të them unë sot që vetëm prej meje mund ndërtohet ky vend, por unë jam tani më pas 8 vitesh e gjysmë në Londër, kam krijuar një biznes të vogël që
me forca dhe me sakrifica dhe mundësitë që vendet e tjera të japin përveç vendit tat. Kam arrit në një farë stadi që ato 2-3 kursime që I kam me shumë dëshirë, me shumë nësi do vjet investojnë në Shqipëri dhe gjithë të investime që përfolën si do të vogla edhe të mëdha që e diran premton se investimet që do bëhen këtu do jenë më të mirë të këtij vendi, po të ishin vërteta. Po, se e ka bërë gjithmonë të thirrjen që shqiptarët diasporës që është vite investoje. Po, vjet investoje. Në vendet tim madje fushatë përdori shumë, e kishte gjatë gjithë fushatës si narrativ tien. Po, ti nuk e beson këtë gjë në ideal? Absolutisht jo, sepse ne e dim shumë mirë rezultatin. Është një film I parë. Po, është një film I parë, ne e dim që do vim, hedhim lekët këtu, do paguajmë taksa sa do taksat ketë dëshirë shteti, në mënyrë që t'i japi 2-3 oligarkëve mundësinë që bëjnë investime pa drejt takse. Edhe gjithë kursimet tona në përbot shkundon. Pra nëse ky sistem vazhdon të jetë I tillë, vazhdon të jetë I kapur, absolutisht që shqiptarët sado kanë dëshirë të thehen edhe të investojnë në vendin e tyre, të japin kontributin në vendin e tyre, nuk do munden të thehen sepse e dinë që fati është I njëjtë. Do shkelen me këmbë, do rinë me këmbën edhe përfitimin do t'i marrë shteti dhe pushteti. Pak më herë në faqe nga data 2 deri në datë 13. Në datë 13. Sot data shënon kena humbë sensin e fare, vetë dim ditët e protestës, dita e 17, 16 duket se sot po 16 Sot data është 16 edhe unë kam anulluar biletën edhe si thash marr shkas nga gjithë kjo energji pozitive që mbush zemrën jo vetëm mua, por edhe familjes time dhe gjithashtu familjarët e mi që nga dje edhe sot janë pjesë e protestës gjithashtu. Unë do t'i qëndroj kësaj proteste deri në fund derisa të arrijm objektivin tonë, që është. Nuk di çfarë një gjë për të jap kjo protestë, kjo gjë që po ndodh këtu prej 17 ditë që s'ka ndodhur ndonjëherë në Shqipëri. Është një emocion ndryshe, është një emocion shprehse. Do të thotë që ky vend tash e ka kuptuar që në rast se ne do t'i besojmë edhe një herë të njëjtave fytyra politike, të njëjtit sistem, jemi në degradim total si kom, jo vetëm si shoqëri. Kështu që gjithë e kemi kuptuar që tani po të luftojmë, po të bëhemi bashkë, po të ndrojmë këtë sistem kapur, do t'i arrijmë qëllimin tonë edhe kjo është arsye sepse unë jam shumë kurioztar të di për miqtë tuaj të komunitetit shqiptar atje që ke kontakte, që ndodhen në Londër, qoftë në Angli ose në vende tjera të diasporës. Çfarë thonë? A të pyesin çfarë ndodh atje, a duan të jenë këtu, pra më thuaj pak në kontakt vazhdueshëm e kanë treguar që janë mbledh tek ambasada e Shqipërisë në Londër dhe gjithashtu pyesin për ditë si janë ngjarjet, çfarë po ndodh, kur do ndrojnë këtë sistem, janë gati për të prerë biletat, gjithë janë të organizuar që duan të vinë sipas mundësive normalisht sepse bëjnë çmos atje të japin kontributin e tyre. Patjetër, kush ka mundësi që të udhtojë, I kanë planifikuar biletat që të vinë të bëhen pjesë e kësaj proteste, në njëjtën kohë edhe ata që s'kan mundësi udhtimi për arsye të ndryshme janë rregullisht çdo mbasdite në ambasadën shqiptare, por gjithashtu mbledhja më e madhe ndodh gjithmonë çdo weekend dhe do vazhdojë derisa të arrijmë qëllimin të gjithë bashkë. Cili është qëllimi, pra? Ç'ai mungon kësaj proteste, se çfarë synohet sipas teje, ti vetë si individ, vetë po lë shumë punë tuaj atje dhe po shtyn biletën vazhdimisht për të qëndruar këtu për të marrë energji dhe për të arritur qëllimin siç e the pak më lart. Çfarë është qëllimi për ty në këtë protestë? Për mendimin tim, qëllimi kryesor duhet të jetë që ta hedhim poshtë këtë qeveri, por jo me qëllimin që fill pas kësaj qeverie të vijë një qeveri tjetër dhe të vazhdojmë me të njëjtën avazë, siç kanë bërë sot e 36 vjet, që kemi menduar se e lam komunizmin, por në fakt është e njëjta rutinë. Unë mendoj që duhet të jetë një revolucion drastik, gjithçka duhet ndroje dhe në momentin që krijojmë një sistem komplet të ri dhe që I jep mundësinë të gjithë shqiptarëve pa përjashtim ideje, feje, moshe, t'japi kontributin e tyre për të ecë përpara. Pra duhet kemi një sistem që edhe në qoftë se Albano me dëshirën shumë të madhe do të japi kontributin, por për një arsye apo një tjetër nuk e gjen veten në një pozicion caktuar, mund të hapi krahun I lirë
dhe të jepet mundësia dikujt tjetër që është me i Zotin në Eksakt. një Nëse ecim me proces. këtë lloj formule edhe praktike, ta kemi praktik, kjo do të ketë patjetër sukses garantuar në mbarbajtjen dhe shoqërinë tonë që të shkojë përpara. Pikërisht, për fatin ton keq, ka kaq vite që shqiptarët u kanë ardhur më të hundës me gënjeshtra nga politikanë, sepse kanë pas gjithmonë idenë për ta zhvat këtë popull, dhe tani është shumë e vështirë që ata të besojnë kushdo që të vjen kushdo që të pasarsi. Kështu që prandaj mendoj që po të kemi një sistem që t'u jepet mundësia të gjithë atyre që kanë pasion ta çojnë këtë vend përpara, por në të njëjtën kohë mos të etiketohen si hajdutët e radhës. Nëse e shohin që nuk janë për një proces të caktuar, për një punë të caktuar, i hapet krau një personi që është më i kualifikuar dhe më i Zotit dhe më i ide më të qarta për ta çuar vendin përpara. Albano, respekte, faleminderit shumë për këtë çka po bën, këtë do ta bëj çdo shqiptar, siç po e bëj unë, po e bën Albano dhe mirë shqiptarë që janë këtu në sheshin, që nisin nga sheshi Skënderbej, vinë tek ministria dhe bëhet ai marshimi qytetar popullor prej disa orësh në 17 ditë që pritet të vazhdojë akoma më shumë derisa të arrihet ajo siç ka kërkon një zëri dhe një rrahje zemre si shqiptarë. Kjo është gjëja më e bukur që ka ndodhur në vendin tonë, në Shqipërinë dhe për njëri tjetrin, dhe këtë duhet të japim gjithë një dorë, të bashkohemi, të bëjmë atë siç ka qenë e kundërta e asaj që na kanë bërë këta, që na e kanë ushqyer për çarjen. Të japim dorë njëri tjetrit dhe bashkohemi për të mirën tonë të përbashkët dhe për vendin tonë, për Shqipërinë. Ju përshëndesim. Faleminderit. Rrof Shqipëria, rrof shqiptarët. Forca!